shpenzuesit pa nevojë, sidomos në gjërat të cilat janë haram, janë vëllezër të shejtanit. Kështu ka thënë Allahu Azza wa Jall. Në Islam ka ata të cilët e teprojnë në shpenzime. Për shembull, i vjen një tesh, mirë po ai ka qef me ble me atë markun këto, edhe e blen shumë ma shtrejt për shkak se ka ata. Kësajna në fej i thuen israf, domethënë e ka tepru. E Allah nuk i don ata që e teprojnë. Për të kësajna është shike që po folëm sot për ta, me shpenzu pa pik nevoje edhe në gjana haram. Për shembull, i çon pasurinë e tina me një lojë që atje që e din që është haram krejt. Pijet alkoholi, i çon pasurinë e vet, atje pasurinë e familjes, aty pijet alkoholi, bëhen gjana haram, atina ju ka pik që atje e çon pasurinë. I duket interesant. Pse jo edhe nëse bjen ma poshtë, e di që si u pëlqen, po për shembull, çdo loja të futbollit që jep njëri ku me ditë sa pare me shku atje me këshyr, e ku shkon aty të kujton që porosit një font, domethënë këtë dim që atë është teprim pa nevojë, edhe ato bërtimat, edhe ato edhe pasuria tina që shkon aty është pasuria e familjes komplet. Por lloje të tilla të investimeve që janë pa nevojë, veç i gjun paret poshtë në rrugë shejtanit, ka thënë Allahu Azza wa Jall, la tubadhir tabdhira, mos e tepro kështu. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Ata që teprojnë kështu, vllazët shejtanit. E shejtani është mohues i të mira të Allahut Azza wa Jall. Domethënë kujdes musliman, ruje pasurinë tënde. Allahu Azza wa Jall ka bë mbikëqyrës të pasurisë të familjes tënde. Kështu që kush ta dha ty drejt me çu pasurinë e familjes tënde, se ti ki qef me këshyra tu kjerë të rrotullu. Kush ta dha ty ki drejt? Ose ti ki qef me shku sa aty se ajo muzika po bëhat mirë, me kanë me pasurinë e familjes tënde. Kush ta dha ty drejt? Tani çuditesh kur thot Allahu Azza wa Jall që vllazër shejtanit. Kush ta dha ty drejt? Me marr pasurinë e vladit tan me çun haram. Kush ta ka dhënë ty drejt? Ka e morë ty drejt? Tërë mos çudit kur thot dikush kështu. Lutem Allahun Azza wa Jall na ruajt.